dhe që ne kemi marrë për detyrë me trajtu deri në fund të çështja doganave, është pikë e cila duhet po përpiqemi që në fund në mes e 6 nëntor të kemi një marrëveshje konkrete për doganat. Temë tjetër që është ngritur për aty është funksionalizimi ose inicimi i hapur ligjor për heqjen e roamingut në mes të dy vendeve tona, përgatitja listës së certifikatave apo licencave të cilat po ngarkojnë ose po janë barrierë e shkëmbimit të madrave, njoja atyre licencave nga të dyja vendet tona. Jemi pajtuar që ta bëjmë një listë të gjithë atyre licencave apo certifikatave të cilat ne mund të njohim njëra tjetrës dhe përfundimisht në 26 të miratohen. Gjithashtu është në trajtim çështja e njohjes së patent shoferave në mes dy vendeve tona, që duhet më shkruar një marrëveshje. Po ashtu jemi duke biseduar ose trajtimin përfundimtar që është në lëvizjes së lirë të qytetarëve në mes të dy vendeve tona. Këtu pak a shumë janë çështje që jemi dakorduar. Ajo që ka mbetur dhe do të shihet ditën e veriut janë dy tema tjera të ngritura nga ne si qeveri e Prishtinës, nga Kosova, që shqetësimet tona për çështjen e ashtu quajtur skanerit, një taksë që ne besojmë është e padrejtë e panevojshme, e që ngarkon dhe vu barriera qarkullimit e lirë të madrave dhe ngarkon biznesin e Kosovës dhe gjithashtu taksa rrugës. Pala kosovare ka paraqitur shqetësimin e saj që taksa është shumë e lartë dhe duhet gjetur formë dhe mënyrë për të zvogëluar atë taksë, dhe kështu që do të ishte në dobi të dy vendeve tona. Të dy tema besoj që qeveria shqiptare ka marrë seriozisht shqetësimet tona, shpresoj që ata do të na vinë me një propozim konkret. Ajo që dua të them zotë kryeministër, ne kemi tajtën edhe i takim, ku përfundimisht po shpresojmë që mund ta bëjmë një draft të rendititës. Drafti i cili pastaj do të vijë në qeverinë Prishtinë dhe në Tiranë do të miratohet dhe kthehet si rend i ditës përbashkë të dy qeverive tona. Pjesë tjetër, institucionet tjera shtetërore janë duke marrë, grupi ynë i punës duke marrë me këtë pjesën e protokollit, e përgatitjes së marrëveshjeve çdo gjë deri në atë kohë. Gjithashtu kemi kërkuar nga ministritë, e po shfrytëzorasin edhe herë ministra po kërkojnë, ta trajtojnë mirë marrëveshjet e cilat janë nënshkruar dhe nuk janë zbatuar. Pse nuk është zbatuar ato marrëveshje? Nëse ka marrëveshje të cilat ende nuk po implementohen, ku janë shkaqet, ku janë arsyet, çka duhet me bë për më implementuar ato marrëveshje dhe ata të cilët kanë ndonjë propozim marrëveshje që vlerësojnë se duhet me u diskutuar dhe më ndërtu marrëveshje, më arrit marrëveshjen në 26 nëntor, lutem sa më shpejt. Na bëni propozime që ta fusim në dite për çfarë do marrëveshje që vlerësoni që është mirë 26 të nënshkruhet. Pak a shumë kjo ishte ajo që një informat të shkurt rreth këtë aktiviteti që o bon, besoj që 26 nëntor jemi gati për mbledhjen e qeverisë. Do të jemi të gatshëm për mbledhjen e përbashkët. Faleminderit. Faleminderit kryeministër Lima. Do të thotë me drejt ju i ngjelet një listë të temave që janë për trajtim dhe për po them ashtu për kujdes deri në takim të dy qeverive, megjithatë koha po shkon. Pra shpresoj që gjitha këto tema të jenë gatshme për akordim. Atëherë, kur mbahet mbledhja e qeverive me 26 nëntor në pej, ajo që na pashtu na intereson është edhe zgjidhja e po them ashtu të një procesit të doganës që është para pa, në mënyrë që të heket ky sistemi i doganës në kufi, në Morin, që zhvendoset për në port të Durrësit, të paktën ashtu ka qenë ideja fillestare. Mendoj që Kosovë, ajo që po shkohet në një sistem doganor të përqueshtë të integruar në kufi të hapura, e qarkullim të tjerë të madrave, këto duhet lëvizim në drejtim. Ka dikush për diskutim në kësaj? Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim të kësaj. A duhet me bëu aprovim kësaj informate? Jo. Më falni, atëre faleminderit zotë kryeministër Lima. Jemi në pikën 3 të ditës, diskutim lidhur me masën ndërmarrë nga institucione për parandalimin e shpërndarjes së substancave narkotike në shkollat e Kosovës. Është Ministria e Punëve të Brendshme, është Ministria e Mustafa, po paraprakisht ministër ju jeni në detyrë të re, urime për besimin e marrë, gjitha ato tjerat. Ju lutem sa më shkurt që muni, po arsyeja pse kem kërkuar që diskutohet kjo temë ose ky aksion ose ky fokusim i ministrisë janë ka ekzistuar në kalumin, po dëshirojmë që të sigurohemi që nuk është bën ndërprerje. Pra, urnoni fjala për ju.
Ministra, të nderuar zëvendës ministra. Shkurtimisht, planin paraprak dhe planin e aprovuar me datën 16/10/2018. Me lejoni t'ju prezantoj para ju strategjinë shtetërore dhe planin e veprimit kundër narkotikëve 2018-2022. Kjo strategji është draftuar nga grupi punus në të cilin janë përcaktuar të gjitha institucionet që janë të përfshira në luftën kundër narkotikëve. Grupi punus për hartimin e kësaj strategjie është udhëhequr nga Ministri i Punëve të Brendshme, me që rast miratimi i saj në qeveri është bërë me datën 16/10/2018. Afati zbatueshmërisë së kësaj strategjie dhe plani i veprimit është 2018-2022. Derisa strategjia paraprak ka pasur për qëllim kryesisht themelimin, ndërtimin e mekanizmit institucional, kjo strategji ka për qëllim të ngrisë efikasitetin dhe efektivitetin e institucioneve në fushën e luftimit të narkotikëve për mbrojtjen e individit dhe shoqërisë nga problemet që janë pasojë e eksplodorimit nga narkotikët. Strategjia shtetërore dhe plani veprimit kundër narkotikëve 2018-2022 përmban këto objektiva strategjike: reduktimi i kërkesës dhe zvogëlimi i dëmit, reduktimi i ofertës dhe zvogëlimi, bashkëpunimi dhe koordinimi. Raporti mbi realizimin e urdhrit operativ Stop Drogave në shkolla, 2 tetor 2017, 30 shtator 2018, në zbatim të urdhrive operativ Stop Drogave në shkolla, Policia e Kosovës në periudhën kohore prej 2/10/2017 deri me 30 shtator 2018 ka realizuar aktivitetet e saj si në fushën e parandalimit, po ashtu edhe në fushën e luftimit. Në fushën e parandalimit janë bërë vizita dhe kontakte me personelin shkollor, patrollime rreth shkollave, janë bajtur ligjërata për nxënës dhe takime prindërore me prindërit Minister, në shkolla. faleminderit për informatën bazike. Kjo është një plan bazik që ka ekzistuar dhe vazhdon. A mundeni ju më siguru që në takimin e parë që ki me komandantët e regioneve, me komandantët e njësive tjera të policisë me diskutuar dhe një herë pra shpërsimin e masave, për narkotik, Ministre, fjala është kryesisht për narkotik në shkolla. Në shkolla fillore, edhe të mesmet, po flasim për fëmijë. Pra, ju lutem pra ta keni parasysh këtë pjesë. Shihni, ka fillu viti shkollor, tash një muaj u bo, e pak, viti akademik po ashtu. A mundeni me marë përsipër, më ullë, jo dhe me diskutu plan operativ të mirëfillt, që merë seriozisht, dhe thotë që fëmijët tonë mos mi ekspozu droga në për shkolla, pra droga kur qysh mos me një shkollë. Gjithsesi Ministria e Punëve të Brendshme është e përgatitur. Atëre, kur jeti gatshëm herën tjetër, na sillni raport, pra të asaj çka keni bën nga dita e sotme deri atë ditë. Nuk ka nevojë mu kthyn këto strategjitë, këto planet bazike që janë veprimtari të bazë, po me qenë se qeveria e ka shtruar për shqyrtim sot, ju tash me shku atje dhe me bisedu me kolegët ju dhe me thonë, dojmë me veprua. Dhe veproni ju lutem në për shkolla, në për atje, ata e din, janë ndjeni, po interesimi është pra, në shkolla mos me i droga. Ta tim shkolla, në perimetrat shkollave, mos me lame në ashtë i droga të fëmija. Raportin dhe strategjinë e kam përgatitur dhe kam Bravo. para vetit. Faleminderit. Mund me diskutuar radhën tjetër. Jo, Ministre, na raporte e strategji këto, tash do plane operative po lypen, konkrete, dhe veprime konkrete operative, bazuar në çdo strategji në çdo raporte. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë kalojmë pikën e radhës tani ditës, është shqyrtimi i propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për sanimin e dëmëve të shkaktuara nga vërshimet në komunën e Mamushës. Është dyra e kryeministit, të mbledhjet qeverisë propozoi që të miratohet propozimi për përkrahjen e komunës së Mamushës në sanimin e dëmëve të shkaktuara nga vërshimet. Bazuar në raportin e komunës së Mamushës, totali i dëmëve është 2,5 milionë euro. Materialin e keni edhe për këtë temë mund të diskutoj Ministri i Financave ma me kompetencë. Minister, nëse mundi fjala është e juja. Faleminderit zotë kryeministër, të ditë gjendjen dhe situatën e shumë komunave të Kosovës, cilat gjatë gjithë vitit janë përballë me vështirësi ndryshme natyrore. Kemi pranuar raporte nga disa prej tyre, disa i kemi përkrah, ndërsa disa tjera jemi në proces. Sigurisht se një prej tyre do të jetë edhe komuna Mamushës.
ne kemi marrë këtë shumë, mirë po sa i përket lartësisë, shumës cilën ne do t'jenë mundësi për me e kompenzu, ne do të vime një propozim në mbledhjen e ardhshme me një vendim ku edhe do t'jenë shumat se ku do të destinohen dhe për cilat komuna, cilat projekte do të destinohen edhe ka janë burimet e financimit. Prandaj si Ministri e Financave e mbështesim kërkesën e kësaj komune edhe të organizata tjera buxhetore dhe do të vime me propozim konkret që i njëjti të jetë teknikisht në mundësi për mu ekzekutue, ndërsa sot ne e pranojmë dhe përkrahëm si kërkesë tyne, po për lartësinë eksakte të shumës cila do të jetë, mbetet që në mbledhjen e rastë qeverisë vimi me propozim konkret se cili do të jetë dhe nga do të jetë burimi i financimit. Faleminderit, zoti Ministër Amsa, ende gjumë edhe qëndrimin e Ministrit Financave, e kërkon dikush fjalën për diskutim. Me qenë që u propozu që mbledhjen e ardhshme do të kemi pra një propozim konkret, atëre mos me aprovu sot, a? Atëre vlerësojmë që vendimin ta marrim kur kemi edhe shifrën konkrete, pra të shumës parapame. Kalojmë në pikën e radhës së rendit të ditës, është pika numër 5, shërtimi i propozimit vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për përmbushjen e kontributit vjetor në Këshillin për bashkëpunim rajonal me Selin Sarajev, zyra e kryeministit, sipas propozimit kërkohet ndarja e mjeteve financiare në vlerë prej 40.000 euro për përmbushjen e kontributit vjetor të Qeverisë së Republikës Kosovës për vitin 2018 në Këshillin për bashkëpunim rajonal me Selin Sarajev. Mjetet financiare propozohet ndarjen nga kategoria e shpenzimit të rezervës, materialin e keni, nëse dikush e kërkon fjalën. Nëse jo propozoj të kalojmë në aprovim, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj se u aprovu pika 5 e rendit ditës. Jemi në pikën 6 të rendit ditës, shqyrtimi i draftit të strategjisë shtetërore kundër korrupsionit dhe plani i veprimit kundër korrupsion është 2018-2022. Zyra e kryeministit propozon që të aprovohet drafti i strategjisë shtetërore kundër korrupsionit dhe plani i veprimit 2018-2022, da strategjia i dërgohet Kuvendit të Republikës Kosovës për shqyrtim dhe miratim. Material të keni, nëse dikush e kërkon fjalën. Nëse jo propozoj që të kalojmë në aprovim, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj pra që u aprovu strategjia shtetërore kundër korrupsionit dhe plani i veprimit kundër korrupsion 2018-2022, pra kjo është një strategji shumë e rëndësi. Jemi në pikën 7 të rendit ditës, se shqyrtimi i kërkesës për përkrahjen vetore për indikatorët e qeverisjes nga agjencionet e OKB-s, është Ministria e Financave dhe zyra e kryeministit, pra zyra për sfidat e mirëvjeçarit në Kosovë, pas konsultimit me Ministrinë e Financave, ka parashtruar kërkesën që në mbledhjet të qeverisë të miratohet propozim vendimi për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë 200.000 euro. Këto mjete propozohet ndahen nga kategoria e shpenzimeve rezervës dhe të shfrytëzohen për verifikimin dhe publikimin e indikatorëve kryesor të qeverisës për 2018. Me që bëhet fjalë për numra, ja fjalën Ministrit Financave. Ministri, fjala për ju. Faleminderit zoti kryeministër, është një obligim që ne si qeveria e Republikës Kosovës do ta përmbushim, vetëm se pjesën e fundit sa i përket pjesës e ekzekutimit vendimit, Ministria e Financave do të vjen me propozim konkret, do thotë ne po morëm vendimin sot, do të vjen me propozim konkret edhe në bashkëpunim me zyrën e kryeministit, nga cili burim do të financohen kjo kërkesë. Atëherë edhe me konkluzionet e ministrit kalojmë në aprovim, kush është për? Faleminderit, a ka vot kundër? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj se u aprovu pra pika numër 7 e rendit ditës, jemi në pikën 8,
Shqyrtimi i projekt rregullohesh për procedurat dhe format e njoftimit për ndihmën shtetërore, është Ministria e Financave, Ministri Bedi Hamza. Ministri Hamza, fjala për ju. Faleminderit zoti kryeministër. Bazuar në planin e punës së qeverisë, planin e punës të Ministrisë Financave dhe marrëveshjes së stabilizim asociimit, Ministria e Financave përmes ekipit përgjithshëm ka hartuar projekt rregullohen për procedurat dhe format e njoftimit, se bashku me 3 anekset që i bashkangjitin kësaj rregullore, formulari mbi bazën e njoftimit, forma të erëzuar njoftimit dhe raporti vjetor ndihmës shtetërore. Me këtë rregullore përcaktohen kriteret, format dhe përmbajtjet e njoftimit në përputhje me të cilat dhënësi ndihmës shtetërore njofton plane për dhënien e ndihmeve të re ose ndryshimin e një ndihme ekzistuese. Sipas kësaj rregullore është dhënë mundësi institucioneve dhënëse të ndihmës shtetërore që mjetet e dhëna të dedikohen përfituesve në baza të barabarta, jo në mënyrë selektive dhe pa shtrëmbuar konkurrencën në treg. Rregulloria do të shërbej prioritetet të qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministrisë së Financave në zhvillimin e fushës së ndihmës shtetërore, duke krijuar kushte të barabarta në përgjithësi për tregun e Kosovës. Andaj ju ftoj të aprovoni rregulloren për procedurat dhe format e njoftimit. Faleminderit. Faleminderit Ministër Hamza, e ndëgjuam argumentimin e ministrit, e kërkon dikush fjalën. Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj se aprovu pra projekt rregullore për procedurat e format e njoftimit për ndihmën shtetërore. Jemi tani në pikën 9 të rendit ditës, së shqyrtimi i propozim vendimit për pagesën e mjeteve për nevojat e shkonsimit të ndërtesës së ndërmarrjes shoqërore Gërmia. Është Ministria e Administratës Publike. Para se t'i kaloj fjalën zotit Jaksillar, më lejoni me ju shpjegua edhe motivin e veprimit. Pra, Komisioni Evropian ka ndarë një buxhet për një sallë koncertale në Kosovë, do thotë në Prishtinë, edhe pas shumë diskutimeve objekti me parametrat më adekuat, pra më afër këtyre parametrave, është pra objekti i Gërmisë, dhe po ashtu ne marrim obligim që ato aspektet e vlerës së trashëgimisë kulturore, që mund të jenë pra të identifikuar në objekt të rrugën, por dedikimi i objektit në këtë rast ndron, edhe objekti pra mund të veprohet me procedurat e mëtejme në mënyrë që të thithet ky donacion që supozohet që është nga 11 deri në 15 milion euro. Pra bëhet fjalë për pare falë që jefen nga Komisioni Evropian dhe cilat është me interes që Kosova të absorbon ato pare. Ministër Jaksillar, fjala për ju. Faleminderit, nderuar kryeministër, të nderuar zonës kryeministër, ministra, zonës ministra, me lejoni që të prezantoj draft vendimin për bartjen e pronave të pa luajtshme pronarve dhe zotruesve të interesit dhe të ndërtesave të ish ndërmarrjes shoqërore Gërmia Prishtina. Shpronësimi objektit është përfunduar në procedura paraprake, kështu që për realizimin e bartjes nevojitet pagesa 20% i vlerës ndërtesës dhe pagesat vlerës totale e kërkesave kreditore të aprovuara nga autoriteti i likuidimit në shumë totale prej 1.516.150 euro në përputhje me nenin 67 të ligjit për agjencinë e privatizimit. Dërsa, nderuar kryeministër, bazuar në bashkëpunimin të cilin edhe ju e keni përmend me Bashkimin Evropian, me Komisionin Evropian, propozoj që në draft vendimin të shtohet edhe paragrafe si ndërtesa do të destinohet për krijimin sallës koncentrale, ndërtesës do të ruhet pamje të jashtëm sipas ligjit të trashëgimisë kulturore, objekti do të menaxhohet nga Komuna e Prishtinës, por gjithashtu Komuna e Prishtinës do të jetë në obligim të realizimit një pjesës e pagesave për tokën ose ndërtesën, i cili pastaj në procedura tjera do të realizohen që të përfundojnë mbartjen këtë pronës në qeveri faktikisht në komunë. Faleminderit ministër, jam krejtësisht dakord me këto që the, pra që komunat e merr përgjegjësitë e veta. Tani nëse ka për diskutim, urdhë ministër Gashi. Kujtim Gashi. Faleminderit kryeministër, të nderuar zonës kryeministër, kolegë ministra. Ndëgjova me vëmendje edhe ministrin kolegën Jaksillar, dhe që kisha lut procedurat për shpërndësim, domethënë lejohen, për shkak edhe përkundër faktit që është objekt në mbrojtje, por isha lut edhe komunën që
në përputhje të plot edhe me ligjin për trashëgimi edhe legjislacionin që mbulon pjesën e objektet mbrojtura, të keni bashkëpunim edhe me institutin që është kuadër të Ministrisë Kulturës edhe me Ministrinë e Kulturës, në mënyrë që mos ketë ndërhyrje edhe mos ketë shkelje ligjore sa i përket çështjes së mbrojtjes. Objekti tashmë gjendet në mbrojtje dhe besoj që si ministri do të ofrojmë gjithë bashkëpunimin që ta realizojmë këtë projekt. Faleminderit ministrin, mendoj që në vendim të qeverisë pra shtohet konkluza pjesa që e tha ministri për pjesën e matemet e veprimeve të përgjegjësive që merr komuna dhe njëkohësisht obligohet pra titullari i arshëm që të gjitha veprimet të ndërmerr duke respektu pra ato të drejta që i takojnë pra objektin fjalë Gërmia përputhje me rrugën e trashëgimisë kulturore. Pra të prezervohen ato të drejta të rrugës së trashëgimisë kulturore. Nuk është lutje, është vendim, edhe obligohet pra që të zbatohen për pikëri me ato që edhe ju shprehet. A ka dikush tjetër? Nëse ja, propozoj të kalojmë në aprovim, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka? Jo, abstenim, jo. Konstatoj se u aprovu pika 9 e rendit ditës. Jemi në pikën 10 rendit ditës, shqyrtimi propozim vendimit për pagesën e mjeteve për nevojat shpronësimit të ndërtesës së objektit afares përdhes ish bonatorja e qytetit Prishtinë, Ministria e Administratës Publike, është ministri Maheri Akshilar, ministër, fjala për ju. Faleminderit edhe një herë, i nderuar kryeministër, të nderuar zonës kryeministra, ministra. Ky vendimi është në farë mënyrë njëjti me vendimin paraprak, por ky vendim do të bëhet për nevojat e qeverisë. Faktikisht pastaj do të shfrytëzohet nga Komisioni Evropian, është ndërtesa këtu përballë ku janë vendosur edhe ajo do të shfrytëzohet për nevojat sipas bashkëpunimit e marrëveshjes me Komisionin Evropian. Është fjalë për një barnatorje për të cilin prapë duhet të paguhet 20%, i cili është 35.000 euro 466 euro, që të kalohet në pronësi të qeverisë, pastaj të jepet në shfrytëzim të Komisionit Evropian për aktivitetet saj. Faleminderit. Faleminderit ministri Akshilar, në gjumë argumentimin e ministrit Akshilar e kërkon dikush për diskutim. Nëse jo propozoj që të kalojmë në aprovim, kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka? Jo, abstenim jo. Konstatojmë pra se u aprovu pika 10 e rendit ditës, ashtu si u paraqit nga ministri Akshilari, në pikën 11 rendit ditës, shqyrtimi propozim vendimit për pagesën e mjeteve për nevojat shpronësimit të ndërtesës së ish ndërmarrjes shoqërore rilindja. Ministria e Administratës Publike, ministri Maheri Akshilar, ministri Akshilar, fjala për ju. Po, faleminderit edhe një herë, i nderuar kryeministër. Ky draft vendimi ose propozim vendimi është për ndërtesën ku janë akomoduar 4 ministri, faktikisht edhe Ministria 5 të zhvillimit rajonal do të kaloj, dhe procedurat e shpronësimit edhe të gjithë vendimet janë përfunduara, për me kalu në bartjen ose në pronësinë e qeverisë, duhet të bëjmë, sipas edhe propozim vendimit, bartjen e mjeteve, 20% nga vlerësimi i vlerës objektit, i cili bashkë me kërkesat kreditore përmban 3.298.449 euro, i cili besojmë që në përputhje pastaj edhe diskutime tjera edhe me Agjencionin e Privatizimit do të krijojmë mundësi të paguhet periodike edhe sipas planifikimet të kashit. Por nevojtet ky vendim që pastaj të hyjmë edhe në negociata me Agjencinë e Privatizimit që të realizojmë këto pagesa dhe pronësia kalon në qeveri, ku janë akomoduar shumë zyrtarët publik, por krijon mundësi edhe të zgjerojmë akomodimin për nevojat e qeverisë. Preket me këtë vendim hapësira që kanë mediat, si televizionin 21, kjo zëri këto. Të gjithë parcelat të cilat janë planin e pronësimit janë në kuadër saj. Kush në këtë aspekt të gjithë aparistët dhe të gjithë shfrytëzuesit edhe në këtë rast edhe qeveria preket me këtë vendime, por vartet penal. Se tashimi në një situatë ku menaxhohet, duhet ta menaxhohet gratë, po ja faktikisht është një menaxhim i përgjithshëm. Do të jetë menaxhimi edhe pronësia komplet qeverisë
Okej. Okej. Dikush tjetër për diskutim? Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprobim. Kush është për? Faleminderit, vot kundër ka. Jo, abstenim, jo, konstatoj sa aprovu, pra pika 11 e rani ditës, si pikën 12, është shëtimi i propozimeve të vendimit për pagesën e mjete për nevojat shpërndësimit të ish ndërtesës, banka themelore e bankës së Ljubljanës, Ministria e Administratës Publike, Ministri Akselar, fjala për ju. Po, faleminderit, nderuar kryeministër, është një propozim vendim ngjashëm me vendimet paraprake, është fjala për ish bankën e Ljubljanës ose ndërtesës së bankës së Ljubljanës, ku janë akomoduar institucionet prap shtetërore si KQZ-ja, Avukati i Popullit edhe disa institucione tjera, edhe prap është propozimi që pastaj kjo ndërtesa me të gjithë parcelat tjera kalon në pronësinë e qeverisë duke zbatuar dispozitat ligjore sipas ligjit për agjencinë e privatizimit duke realizuar 20% i cili është 1.153.000 euro 0,88 euro, por prap duke negociuar që në mënyrë periodike brenda disa viteve të realizojmë këtë pagesën që bartja të bëhet në emër qeverisë dhe pronësia. Ju faleminderit. Faleminderit, Ministri Akselar. E kërkon dikush fjalën? Nëse jo, propozoj të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit, vot kundër ka. Jo, abstenim, jo. Konstatoj se u aprovu, pra pika 12, jemi në pikën 13, shëtimi propozimeve të vendimit për themelimin e Këshillit për sigurinë trafikun rrugor, është Ministria e Infrastrukturës, Ministri Lekaj, fjala për ju. Faleminderit, nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Ministria e Infrastrukturës ka përfshirë në planin legjislativ për vitin 2018 themelimin e Këshillit për siguri të trafikut të rrugor. Andaj, sot po e paraqes për aprovim vendimin për themelimin e Këshillit për siguri të trafikit rrugor, i cili është parapartë të themelohet sipas nenit 260 të ligjit numër 05 fraksionel të 88 për rregullat e trafikit rrugor. Ky Këshill do të angazhohet sipas kompetencave për rritjen e sigurisë rrugore, zhvillimin dhe implementimin e politikave në fushën e sigurisë rrugore, ngritjen e vetdijes publike për çështjen e sigurisë rrugore nëpërmjet fushatave të përhershme promovuese, koordinimin e punës në të gjitha subjektet të cilat janë të përfshira në promovimin e sigurisë së trafikut rrugor. Ky Këshill do të duhet të ketë këtë përbërje: Ministrin e Infrastrukturës kryesues, Ministrin e Punëve të Brendshme antar, Ministrin e Drejtësisë antar, Ministrin e Shëndetësisë antar, Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë antar, Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë antar, Ministrin për Integrim Evropian antar, kryesuesin e Asociacionit Komunave antar dhe një përfaqësues të zyrave kryeministrit antar, dhe do të ketë sekretarin mbështetëse nga Ministria e Infrastrukturës. Prandaj, qeveria e Kosovës duhet të sigurojë mjete financiare për punën e Këshillit dhe angazhimin e ekspertëve të jashtëm, grupe punuese të cilat do të angazhohen në punën e Këshillit. Duke i marrë përballë të gjitha këto që u ceken me lart, ju kërkoj që ta aprovojmë themelimin e Këshillit të sigurisë të trafikit rrugor. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit, Ministri Lekaj, vërtet do lajmet për aksident tragjike nuk po ndalen. Na besojmë që edhe ky veprim i juaj, po edhe çdo veprim tjetër në këtë temë është i rëndësishëm. Ju faleminderit. E kërkon dikush fjalën? Kush është për? Faleminderit, vot kundër ka? Jo, abstenim? Jo. Konstatoj pra se u aprovue pika 13, pra themelimi i Këshillit për sigurinë trafikun rrugor. Jemi në pikën 14, shqyrtimi i kërkesës komunës ushtrisë për tërheqjen nga procesi i privatizimit dhe kthimin e pronave në pronësi të komunës për qëllim të realizimit të interesit publik. Është Ministria e Administratës së Pushtetit Lokale, është zëvendës ministri Beqir Feyzullahu. Zëvendës ministri, fjala për ju. Faleminderit, kryeministër, nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministër. Vlerën e që t'ju informoj se Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal ka pranuar kërkesë nga Komuna Vështrisë për tërheqjen nga procesi i privatizimit dhe kthimin e pronës në pronësi të komunës, e cila aktualisht është në administrimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit me qëllim të realizimit të interesit publik. Qëllimi i marrjes së pronës në shfrytëzim nga komuna është realizimi i projektit kapitali me rëndësi për komunën dhe qytetarët, objekte shëndetësore në fushën e arsimit, kulturës e tjera.
kompensimet të Agjencisë Kosovarit privatizimit në shumën për 20% të vlerës së pronës sipas vlerësimit, por të kompenzuar punëtorët e kualifikuar të ndërmarrjes shështore si dhe kërkesat e kreditorëve nga procesi i likuidimit deri në shumën e përgjithshme të vlerësimit do të bëhen sipas legjislacionit përkatës në fuqi. Duke marrë parasysh atë që është thënë më lartë, Ministria e Administrimit për Shtetin Lokal kërkon nga Qeveria e Republikës Kosovës konform ligjit 04L144 për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paligjshme të komunës në 12 paragrafi 4 në bashkëpunim me Agjencionin Kosovar të Privatizimit të marrë vendim për kthimin e pronave komunës të lartësekur me qëllim të realizimit të interesit publik. Faleminderit. Faleminderit, zëvendës ministër. E ka kolegush fjalën. Una minister Hamza. Faleminderit zot kryeministër. E kisha lutë edhe Ministrinë e Administrimit për Shtetit Lokal që me rastin e propozimeve për vendime të tilla ta shikon me shumë kujdes secilën parcel, secilën pronë. Mund të jetë situata dhe kisha kërkuar për juve dhe kisha lutë që me shikua edhe vendime tjera që kena marrë që mos e keni fut ndonjë pronë e cila paraprakisht veç ka kontratë me ndonjë blers që është trajtuar gjatë procesit privatizimit, pastaj ta qartësoni mirë bazën legale se prona cilat janë proces likuidimit a mund ndodhë në diçka e tillë, dhe ne e treta dhe fundit që ta shikoni se disa komuna po kërkojnë tërheqjen e tyre prona pa kalkuluar që këto prona në një moment a një moment tjetër mund të kenë kosto për buxhetin e komunave dhe a kanë ato resurse financiare me mbulu. Mirë po mbi gjitha, zoti zëvendës ministër, lutja jam si ministri e financave shkon që ti shikoni me kujdes pronat cilat tërhiqen nga procesi privatizimit, mos të njëjtat paraprakisht kanë kaluar proces privatizimit dhe kanë kontratat vlefshme dhe pastaj mund vime të përballen me situata ligjore. Ja, edhe unë mendoj zëvendës ministër që ne mund marrim vendim për prona të lira, pa që janë obligimet natyrës këtill kontraktuale, për shkak se është karakter tjetër i vendimit, sido që tjetë ne sot mund marrim vendim, por e përsëris këtu nëse një palë dëshmon pra që statusi i pronës është një karakter tjetër, ne mund ta amendamentojmë vendimin çdo kohë, t'ja kthejmë drejtën pra titullarit të asaj pronës, se nuk guxojmë pra që në faktin konkret po bëhet këto shpërfaqësimi në transfer prone. Po transfer prone nga publiku te publiku, dhe ato që nuk shkojnë të tërkundjeshin në Kosovë, po nuk e kemi të proces parapam për prona që në proces të likuidimit ose të kontraktume ose të privatizume, pra s'guxojmë me bo. Duke pas parasysh të propozojmë gjithë që të marrim vendim, pra kush është për, me të drejtën që u tha. Faleminderit. Vot kundër ka, jo, abstenim, jo, konstatoj që u aprovu pika 14 e rënë ditës, jemi në pikën 15, shqyrtimi i propozim vendimit, përfundimtar për shpërndësimin e pronave që prekën nga realizimi i projektit të infrastrukturës ndërtimi autostradës Prishtinë-Gjilan dhe Vojbardh, segmenti Banu-Brasalc, është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Aksionor, është Ministri Fatmir Matoshi, Ministri Matoshi, fjala për ju. Faleminderit, nderuar kryeministër, nderuar kabinet qeveritar. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i propozon qeverisë të Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim ekzekutiv me cilin miratohet vendimi përfundimtar për shpronësim për interes publik pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotruesve të interesit, të cilat prekin nga realizimi i projektit të infrastrukturës, ndërtimi autostradës Prishtinë-Gjilan dhe Vojbardh, segmenti Banull-Bresalc, që prek komunat Lipjan, zona katastrale Banull-Slovi-Smallush, komunën Novobërd, zona katastrale Parallov dhe Gjilan, zona katastrale Bresalc, Ponesh dhe Zhegovc, sipas tabelave që janë bashkangjitur këtij vendimi. Faleminderit. Faleminderit, Minister Matoshi, e kërkon dikush fjalën? Jo, ka dhe në provim kush është për? Faleminderit, vot kundër ka? Jo, abstenim jo. Konstatoj se u aprovu pika 15 e ditës, jemi në pikën 16 e ditës, shqyrtimi i raportit 9 mujor, financiar buxhetit 2018, Ministria e Financave, Ministri Bedi Hamza, Ministri Hamza, fjala për ju. Faleminderit zot kryeministër, bazuar në nenën 45 të ligjit numër 03/L048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë,
si dhe praktikat për transparencën buxhetore, Ministria e Financave në çdo trimujor përgatit raport financiar për performancën e tyrave dhe shpenzime buxhetore të cilën e prezantojmë para jush. Duke përmbledhur raportin nënmujor, konstatojmë se gjithsej pranimet gjatë nënmujorit arritën vlerën 1 miliard e 505 milion euro, apo 92 milion euro më shumë se periudha e njëjtë e vitit paraprak. Të hyrat jo tatimore dhe tatimore arritën vlerën 1 miliard e 314 milion euro, duke shënuar një rritje prej 6% ose 69 milion euro më shumë se periudha krahasuese. Kjo rritje ka ardhur kryesisht si rezultat i rritjes së të hyrave të rregullta tatimore. Gjithsej pagesat arritën vlerën prej 1 miliard e 330 milion euro, një rritje prej 6%, krahasuar me periudhën raportuese, si rezultat i rritjes së shpenzimeve buxhetore, ku kontributin më të madh prej tyre kanë shpenzimet kapitale, një rritje prej 6% dhe shpenzimet rrjedhëse prej 11%. Si rezultat i pranimeve më të mëdha se so pagesat, bilanci i fondeve me 30 shtator 2018 arrin vlerën e 537.3 milion euro, që paraqet një rritje prej 179.5 milion euro krahasuar me gjendjen fillestare të fondeve të buxhetit të Republikës së Kosovës me në janar 2018, që ishte 357.8 milion euro. Një çështje që nuk ka ndikim në qëndrueshmërinë makrofiskale, nuk ka ndikim në deficitin buxhetor dhe bilancin bankar, janë të hyrat jo tatimore, kryesisht të nivelit lokal, dhe është interesant të theksohet se komunat e Kosovës edhe në raport me potencialin, po në raport me planifikimin, nuk kanë ndonjë performancë të mirë, to nuk e ndikojnë stabilitetin makrofiskal, po indikojnë buxhetet e komunave sepse ata nuk mund të realizojnë projektet pa i grumbulluar të hyra, prandaj shfrytëzoj rastin që t'ju bëj apel gjithë kryetarëve të komunave që ta dinamizojnë përmbushjen e planit të hyrave. Përgjithësi, mund konstatojmë se shteti ka dhe një rritje të qëndrueshmërisë makrofiskale, ka një gjendje të pranueshëm. Për detalet e keni në raport dhe ju lutem që të njëjtin ta aprovoni. Faleminderit Minister Hamza. Do të në disa raste po ndëgjojmë deklarimet të FMN-s që ka vend për shqetësime, ndoshta edhe për shkak të qytetarëve, si është vlerësimi juaj për zhvillimet që i kem fal. Faleminderit zoti kryeministër. Fondi monetar ndërkombëtar që 2 javë ditë thuajse është në mision të rregull në Kosovë, ku përveç tjera vjen të diskutuar edhe gjendjen e stabilitetit makrofiskal dhe financiar. Kosova ka pozitë të qëndrueshme fiskale, këtë vetë presëm që plani të hyrave të ketë një përmbushje të mirë, të jetë aty afër 100% në raport me planifikimin. Kontribues më të mëdhenj këtë drejtim janë dogana dhe administrata tatimore e Kosovës, pavarësisht që nuk kemi norma të reja tatimore, pavarësisht që s'kem tatime të reja. Edhe përkundër asaj që kemi bërë shumë lirime, si rezultat i rritjes ekonomike edhe rezultat i ngritjes performancës të në dy institucioneve, ne presim që të kemi një përmbushje thuajse 100% planit buxhetor. Edhe të hyra tjera dhe burime tjera kanë performuar mirë, edhe kjo neve na ka mundsuar që ne si shtet të jemi në gjendje të kryjmë gjitha obligimet tona ligjore, sa i përket pagave, meditjeve, transfereve sociale të i përfshit gjitha kategoritë që përfitojnë prej buxhetit të Kosovës, gjitha organizatat buxhetore, nivel qendror dhe lokal, kanë mundësi me ekzekutu dhe me zhvillu projektet e tyre që ai kanë planifikuar në brenda buxhetit dhe me kryer gjitha pagesat, gjithmonë flas, të respektu procedurat ligjore, të respektu ligjin e buxhetit me i procedu në kohë. Dhe presëm që në fund deficiti buxhetor i lejum dhe i projektum rreth 2% jetë më i vogël që do të sillet aty dikon rreth 1.5-1.6% e GDP-s dhe bilanci bankar që do të thotë fondet që do të jesin në dispozicion të jenë mbi 4% në raport me brutoproduktin vendor dhe mbi gjitha këto janë arrit të erujt stabilitetin e borxhit publik dhe nëse krahasojmë me periudhën e njëjtë vitit paraprak kemi një ngritje shumë të lehtë dhe aktualisht borxhi publik është rreth 16% e brutoproduktit vendor. Mirë po, Kosova qëndron fuqishëm sa i përket stabilitetit makrofiskal, po kjo neve nuk na lën komoditet që ne mos jemi të kujdesshëm me politikat tona, me veprimet tona, me iniciativat tona. Ne presim që rritja ekonomike dinamizohet dhe të fuqizohet periudhën vijuse, edhe këtë vetë pavarësisht që në vitin 2017 dhënat zyrtare tregojnë që rritja ekonomike në Kosovë ka shënuar 4.23% realja, që është më e madhja në gjitha vendet e regionit. Këtë vetë presim që të kemi një rritje ekonomike edhe më të fortë se sa viti 2017 dhe ky trend pozitiv vazhdon edhe në vitet vijuse.
Zotë Kryeministër, Zënës Kryeministra, Ministra, ne presim që shumë shpejt me përkrajën edhe lejen e juve që të vjen edhe buxheti i vitit 2019 në kabinetin qeveritar, nëse është e mundshme kjo do të jetë dita e premte dhe është i planifikuar buxheti, i cili është gjithashtu i diskutuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me disa dallime për momentin që janë shumë simbolike, jo domethënëse që buxheti i vitit 2019 të jetë në nivel prej të kalon 2.3 miliard euro, që është një rritje jashtëzakonisht e madhe në raport me buxhetin e vitit 2017, aty ku kemi gjetë ne si qeveri buxhetin e Republikës të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit, Minister Hamza. Nëse s'ka tjerë për të diskutim, propozoj pra që të kalojmë në aprovimin të raportit nëntëmujor financiar të buxhetit 2018. Kush është për? Faleminderit, vot kundër a ka? Jo, abstenim, jo. Konstatoj pra që u aprovu raporti nëntëmujor financiar për 2018. Tani jemi në pikën 17 e ditës, shqyrtimi i nismës për lidhjen e marrëveshjes për heqjen e vizave për mbajtje të pasaportave diplomatike dhe zyrtare dhe me Republikën e Kosovës dhe Panamas. Zëvendës Kryeministri dhe Ministri i Jashtëm Bezet Pacolli. Bezet, fjala për ju. Nderuari Kryeministër, të nderuar koleg, kom derin të informoj rreth procesit të nismës së marrëveshjes për heqjen reciproke të vizave për pasaportat diplomatik, zyrtar, të shërbimit konsullor në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Panamas. Sigurisht kjo nismë forcon shtetin e Kosovës dhe faktorizon Kosovën ndërkombëtarisht. Lidhja e kësaj marrëveshje është e rëndësishme për qeveri dhe shtetin e Kosovës në radhë të parë pasi mundson lëvizjen e lirë të bartësve të pasaportave diplomatik dhe zyrtar të Republikës së Kosovës për në shtetin e Panamas, pa pasur nevojë të nënshtrohen procedurave administrative dhe konsullore. Kjo është shumë e rëndësishme për bartësit e funksioneve qeveritare, sportistat, artistët tonë dhe grupet tjera të interesit të Republikës së Kosovës. Nisma e marrëveshjes për heqjen reciproke të vizave për bartësit e pasaporteve diplomatik, zyrtar, shërbimit dhe konsullor mes Republikës së Kosovës dhe Panamas është plotësisht në pajtim me legjislacionin e fuqisë të Republikës së Kosovës. Andaj kërkoj që ju ta mbështesni këtë nismë dhe ta miratoni. Faleminderit. Faleminderit, Zëvendës Kryeministër Pacolli. Nëse është dikush për diskutim lidhur me temën fjalë, nëse jo, propozoj të kalojmë në aprovim. Kush është për? Krejt, s'kushton kur gjë. Faleminderit, vot kundër ka? Jo, abstenim, jo. Kalojmë pikën 18 e ditës, informimi i kabinetit qeveritar lidhur me rishikimin e prioritetet të agjendës për reforma evropiane, rishikimin e programit kombëtar për zbatimin e MSA-s dhe përgatitjen e kontributit parë të Institucionit të Republikës Kosovës për raportin e Këshillit të Evropës për Kosovën për vitin 2019, është Ministria e Integrimit Evropiane, është Zëvendës Ministri Irak Qelaj. Qelaj, fjala për ju. Faleminderit, zoti Kryeministër, nderuar Zëvendës Kryeministër, Ministra, Zëvendës Ministra, të nderuar pranishëm. Lejoni që t'ju informoj rreth 3 proceseve të rëndësishme të procesit të integrimit evropian, të cilat po i trajtojmë me prioritet gjatë këtyre dhe muajve në vijim deri në fund të këtij viti. Përkatësisht mbi rishikimin e prioriteteve të agjendës për reforma evropiane dhe të programit kombëtar për zbatimin e MSA-s, si dhe mbi përgatitjen e kontributit të parë të institucioneve të Republikës së Kosovës për raportin e Komisionit Evropian për Kosovën 2019. Të 3 këto procese ndërlidhen drejt për drejti me zbatimin e reformave që kërkon marrëveshja stabilizim asociimit. Sa i përket rishikimit të prioriteteve të agjendës për reforma evropiane, këtë proces e kemi inicuar me Komisionin Evropian në gusht, në pritje të përmbylljes së zbatimit të planit aktual të veprimit për përmbushjen e 22 prioriteteve. Sa i përket procesit, pas pranimit të disa propozimeve orientuese për prioritete nga Komisioni Evropian, ne si Ministria e Integrimit Evropian kemi zhvilluar konsultime në nivel teknik me të gjitha institucionet relevante të linjës. Në vijim deri në fund të nëntorit duhet të dakordohen prioritete në nivelin politik, se dhe të artohen dhe miratohen plani i veprimit për vitin 2019.
dhe të lanson zbatimi i tij në mbledhjen e ardhshme të kornizës së dialogut të nivelit të lartë për prioritetet kyçe. Në anën tjetër, sa i përket përmbajtjes ERA pritet të vazhdoj të fokusohet në tri shtylla ekzistuese. Në një, qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit, në dy, konkurrëshmëria dhe klimet e investimeve, dhe në tre, punësimi dhe arsimi. Më konkretisht bazuar në propozimin e Komisionit Evropian, kemi propozuar 12 prioritete nga 4 për secilën shtyllë. Sa i përket shtyllës së parë, qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit, fokusi i reformave pritet të jetë në luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit dhe punët e brendshme, intensifikimin e zbatimit të reformës së administratës publike, të drejta themelore dhe reformën e gjyqësore, si dhe reformën zgjedhore. Në kuadër të shtyllës së dytë, konkurrueshmëria dhe klima e investimeve, fokusi i reformave pritet të jetë në përmirësimin e mëtejshëm të mjedisit afarist, tërheqjen e investimeve dhe mbështetjen e zhvillimit të NVM-ve, zbatimin e politikave në fushën e energjisë dhe zbatimin e politikave në fushën e mjedisit. Reforma në kuadër të shtyllës së tretë, punësimi dhe arsimi, pritet të fokusohet në zbatimin e politikave të punësimit në veçanti të rinjve dhe grave, zbatimin e politika për rritjen e punësueshmërisë përmes zgjerimit të shërbimeve të punësimit, arsimit dhe aftësimit profesional, si dhe masave aktive të tregut të punës, përmirësimin e cilësisë së arsimit parauniversitar dhe të pjesëmarrjes në nivelin parashkollor, dhe zbatimin e rekomandimeve të rishikimit funksional të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Sa i përket rishikimit të programit të MSA-s, këtë proces si vjet e kemi nisur në fillim të këtij muaji me qëllim që të përmirësojmë edhe më tej cilësinë e tij, në veçanti duke fokusuar mirë në parafrimin e legjislacionit të BE-s dhe duke bërë më realist për vitin vijus. Përveç kësaj, ministritë relevante të linjës dhe të gjitha institucionet e tjera gjithashtu duhet të kushtojnë vëmendje më të madhe afateve të detyrueshme të MSA-s në fushat prioritare, pasi që disa prej tyre do të duhet të përmbushin gjatë vitit 2019. Së treti duhet pasur parasysh se në kuadër të kontratës IPA 2 për mbështetje direkte buxhetore kemi paraparë që vitin e ardhshëm ky program të zbatohet të paktën në shkallë prej 70%. Deri në përfundim të këtij cikli të rishikimit, deri në përfundim të rishikimit të programit, do të ndiqen këta hapa, sipas këtyre afateve kohore. Deri në javën e parë të nëntorit, ministritë dhe institucionet e tjera të linjës hartojnë draftet e konsoliduara të masave afatshkurta për secilin kapitull bazuar në masat e propozuara nga Ministria e Integrimit Evropian. Deri me 6 nëntor, Ministria e Integrimit Evropian u dërgon institucionet të linjës komentet në këto drafte. Deri me 23 nëntor do të përditësohet teksti narrativ. Deri me 23 nëntor gjithashtu do të kryhet kontrolli përfundimtar i ndërlidhjes me draftin e planit vjetor të punës së qeverisë për 2019 përmes ekipeve teknike për shqyrtim. Deri me 7 dhjetor, programi i rishikuar i MSA-s së bashku me PVPC 2019 do të finalizohet në punëtori të përbashkët të gjitha institucioneve siç është Ministria e Integrimit Evropian, Zyra e Kryeministit, Ministria e Financave si dhe institucioneve të tjera të linjës. Deri në javën e 3 janarit do të kryhen konsultimet publike, deri në fund të janarit programi i rishikuar pritet të miratohet nga qeveria dhe të dorëzohet në kuvend për miratim përfundimtar. Në fund, më lejoni t'ju informoj shkurtimisht lidhur me kontributin e parë për raportin e Komisionit Evropian për Kosovën 2019. Sikur kontributet për raportin e këtij viti, edhe ky do të jetë raport gjithëpërfshirës për të gjitha zhvillimet që lidhen me procesin e integrimit evropian që nga fillimi i shkurtit e deri në fund të tetorit të këtij viti. Sa për këtë afateve, institucionet dhe të linjës u është dhënë një afat prej 2 javësh për të dorëzuar të dhënat, përkatësisht përgjigjet në pyetjet orientuese të pranuara nga Komisioni Evropian. Pas pranimit të këtyre dhënave, deri në fund kësaj jave, më 26 tetor, ne si Ministri i Integrimit Evropian do të finalizojmë raportin dhe të dorëzojmë atë komision. Faleminderit shumë. Po mundona me qenë më i shpejt. Në fund jo. A me vazhdu? Po. E shkolloj, tutëm. Vazhdo tutëm. Sa përket afateve institucioneve të linjës, është dhënë një afat për 2 javësh për të dorëzuar të dhënat, përkatësisht përgjigjet në pyetjet orientuese të pranuara nga Komisioni Evropian.
Pas pranimit të këtyre dhënave, deri në fund kësaj jave, me 26 tetor, ne si Ministria e Integrimit Evropian do të finalizojmë raportin dhe do t'ia dorëzojmë atë Komisionit Evropian me 12 nëntor. Pas këtij kontributit parë, është faqja e fundit, kontributin përfundimtar do ta dorëzojmë në fillim të shkurtit 2019, ndërsa raporti i Komisionit Evropian do të publikohet në prill. Ky kontribut mbulon të gjitha 33 kapituj e akuis, si dhe kriteret politike dhe ato ekonomike, ndërsa vlerësimi do të bëhet sipas një metodologjie që fokusohet në esencën e procesit të adherimit, parafrimit, legjislacionit vendor me akuis të BE-s dhe zbatimin e tij. Raporti do të paraqes gjendjen në krahasim me vende tjera, duke ranguar Kosovën në gjitha fushat politike sipas përparimeve të arritura. Brenda periudhës rrotuese shkurt tetor, ky raport do të përfshirë rezultatet përfundimtare të proceseve të reformave, përkatësisht ligjet e miratuara, dekretuara, aktet ligjore të miratuara vëna në fuqi, strategji dhe planet e veprimit të miratuar, masat e ndërmarra për zbatimin e legjislacionit lart përmendur, ekzaminimin e kapaciteteve administrative të institucioneve të Kosovës, me fokus veçantë në vlerësimin cilësor, kualitativ, lidhur me progresin e arritur dhe jo vetëm të dhëna stacione kuantitative. Reformat institucionale dhe themelimin e strukturave të reja institucionale dhe ngritjen e kapacitetet dhe funksionalizimin e institucioneve, emrimet e nivelit të lartë, rekrutimi i stafit e nevojshëm për atë institucional, trajnimet e tjera. Ju falenderit për vëmendjen. Faleminderit, zëvendës ministër Qela. Do thot nuk parashihet marrja e vendimit, ju falenderit, rrim pranë agjenda, ashtu si e deklaruat edhe ju nësë kolegë ministra që ti përmbani pra dinamika kohore të parapame. Jemi janë përmbyll pikat e rregullat e ditës, e kemi një informat nga Ministri Qisa, urdhër Ministër, fjala për ju. Faleminderit zoti kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, kolegë, zëvendës ministra. Çështja që du me nda me ju sot ka të bëjë me përfituesit e pensioneve të dyfishta, një problem apo një dukuri e cila është trashëguar nga qeveritë e kaluara. Ju njoftoj se zyra auditimit të Kosovës në auditimet e rregullta për 2 vite rresht 2016-2017 ka konstatuar se janë gjetur shkelje serioze lidhur me përfituesit e pensioneve të dyfishta të skemave pensionale të trupave të mbrojtjes së Kosovës dhe forcës së sigurisë së Kosovës, si dhe disa kategorive tjera, të cilët përfitojnë në mënyrë të padrejtë dhe në pensione të tjera nga kategoritë e tjera të financuara nga shteti. Përfitimi nga 2 pensione është shkelje ligjore për shkak se ligjet të fuqi ndalojnë përfitimin nga 2 skema të ndryshme pensionale. Këtë ka konstatuar dhe zyra e auditimit të Kosovës dhe në publikimin e raportit të saj ka theksuar se në vitin 2017 nga kjo shkelje ligjore buxheti i Kosovës është dëmtuar në vlerë për 700.000 euro. Zyra e auditimit të Kosovës në publikimin e këtij raporti ka kërkuar nga Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale adresimin e kësaj shkelje serioze dhe gjithashtu të merren masa ligjore në mënyrë që përfituesit i kthejnë mjetet e përfituara jashtëligjshëm në buxhetin e Ministrisë të Punës dhe Mirëqenies Sociale. Në cilësinë e ministrit kam kërkuar opinionin ligjor nga Departamenti Ligjor i MPMS-s dhe mendimin e Departamentit të Pensioneve. Të dy këto departamente janë pajtuar me të gjetrat e zyrës auditimit të Kosovës dhe në opinionin e tyre ligjor kanë ardhur në përfundim se duhet të bëhet ndërprerja e pagesave të dyfishta për përfituesit e pensioneve të FSK-s dhe të MK-s, të cilët janë edhe përfitues të skemave të kategorive të dala nga lufta sipas ligjit nr. 04L054. Ky problem, i cili është trashëguar nga qeveritë e kaluar, ka bërë se tashmë disa zyrtarë të lartë të MPMS-s janë intervistuar disa herë nga Drejtoria e Hetimeve dhe Krimeve Ekonomike të Policisë së Kosovës, të cilët kanë kërkuar informacione pse nuk janë ndërprerë pagesat të dyfishta të cilat janë të kundërshme. I nderuar zoti kryeministër, të nderuar ministra, me që jemi duke pollafaqur me një situatë sensitive, duhet që së bashku si kabinet qeveritar të angazhohemi për të zbatuar legjislacionin në fuqi. Për shkak të ndjeshmërisë së temës dhe mundësisë për keq interpretime të ndryshme, kërkoj që të jemi një zëri në zbatimin e legjislacionit të fuqi që rregullon çështjet e përfitimit të pensioneve, si dhe rekomandimet e zyrës auditimit të Kosovës për këtë çështje. I nderuar zoti kryeministër, nëse ne konsiderojmë se legjislacioni aktual që rregullon fushën e pensioneve në fjalë është i mangët, ne si ministri jemi të hapur që me rekomandimin tuaj të fillojmë plotësimin e ndryshimit të këtyre dispozitave ligjore të cilat e kemi trashëguar. Deri atëherë ne obligohemi për zbatimin e legjislacionit në fuqi. Ju falenderoj. Faleminderit, zoti ministër, ju kuptojmë pra në pozicionin e juaj të zbatimit ligjit, me që sot s'kemi bërë përgatitje as parashihet vendim, po e kuptojmë që ju duhet të zbatoni ligjin, ose është e pamundshme të formë ndryshe. Me kaq shpall mbyll takimin e sotëm në qeveri, ju falenderoj shumë.